në Ankara, nga Stockholmi dhe Oslo në Athinë, nga Berna e Zvicrës në Baku dhe në Erevan, në Azerbajxhan, Armeni, pa diskutim nga Kievi dhe Kishinau në Madrid dhe në Lisbon, pra të gjithë, plus sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, presidentin e Këshillit Evropian, presidenten e Komisionit Evropian, pa tjetër edhe drejtuesit, presidentët e bankave të zhvillimore të Europës, presidenten e Fondit Monetar Ndërkombëtar, të cilët do të jenë të tërë në Tiranë në 16 maj. Tirana do të jetë epiqendra e politikës europiane edhe një herë tjetër, dhe në një moment historik për Europën, kur janë shumë tema të cilat janë ndërthurur në tryezën e vendimarrjes dhe kur Europa duhet t'i japë përgjigje disa pyetjeve me shumë rëndësi lidhur me sigurinë, lidhur me rritjen ekonomike, lidhur me luftën kundër rritjes babarazisë dhe lidhur me mjetet për zbutjen e kostove gjithmonë më në rritje të jetesës. Dhe të gjitha këto do të diskutohen në Shqipëri, ku do të vi në takimin e tij të parë të një formati multilateral edhe kancelari i ri i Gjermanisë. Dhe Shqipëria atë ditë do të jetë në vëmendjen e të gjithë botës. Në ndërkohë që pa diskutim, nga njëra anë, ky do të jetë një promovim fantastik tjetër i Shqipërisë si destinacion, do të jetë një tjetër moment i rritjes kuotave të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, i forcimit të imazhit të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare, i fuqizimit më të ejshëm të dinjitetit të flamurit tonë kombëtar, por patjetër do jetë edhe një moment promovimi i jashtëzakonshëm i Shqipërisë turistike, sepse atë ditë Shqipëria do të jetë përsëri në ekranet e gjithë botës, pasi më parë, një javë më parë, në 8, 9 dhe 10 apo 9, 10 dhe 11 maj, Shqipëria do të jetë në ekranet, në 200 e kusur ekrane, në mbar botën për xhiron e famshme të Italisë. Pra, edhe në aspektin e Shqipërisë turistike, jemi shumë krenar që kemi këtë mundësi të dyfisht, promovimit dyfisht i Shqipërisë me sport dhe me politikë. Por, çfarë është më e rëndësishme, është që të kuptojmë të gjithë që kjo Shqipëri duhet hyjë në be. Që kjo Shqipëri për të materializuar shumë çka që mbetet për të materializuar që të mbyllim përfundimisht hendekun e krijuar në shekuj me Europën, duhet të jetë antare e Bashkimit Evropian. Kjo është e sigurt. Dhe jam shumë optimist, shoh që në këto 100 metrat fundit drejt finishit, apo nëse e quajmë një ditë 1 metër, në 27 metrat fundit drejt finishit, në këtë sprint final, po rritet adrenalina edhe po rritet edhe energjia
e përgjithshme politike. Duke filluar natyrisht nga rrafët e gravitetit politik të Partisë Socialiste, që janë tani më flak. Dhe duke ushtrirë në të gjithë territorin dhe përtej kufive të Shqipërisë. Kështu që besoj se i kemi të gjitha arsyet për të qenë optimist. Ndërkohë që këtu kemi sigurisht edhe koleksionin e komenteve dhe base dhe pyetje, por përgjithsisht janë komente të atyre që nuk duan të jenë optimist. Ka dhe nga këta plot sa të duash, megjithëse janë një pakic dhe do të mbeten pakic në 11 maj. Duhet të marrësh leje një herë për ta postuar foton, do apo nuk duan kjo familje.